Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë fjalimit të tij në tubimin e mbajtur nga Alianca Kombëtare për Integrim në Tetov, bëri thirrje për një mobilizim të gjithanshëm dhe të vendosur të qytetarëve në zgjedhjet e 19 tetorit, duke cilësuar këtë proces si një referendum kombëtar për dinjitetin, integrimin dhe të ardhmen. Ai theksoi se Alianca Kombëtare për Integrim nuk është vetëm një projekt politik lokal, por një vizion për përparimin e të gjithë shqiptarëve në rajon. Ne duhet të angazhohemi seriozisht për të kapur hapin me Shqipërinë, malin e zi dhe për të lëvizur përpara së bashku. Nuk është mirë as për maqedonasit dhe as për ne të qëndrojmë të ndarë dhe të vënuar. Është koha për ndryshim të kushtetutës, për t'i thënë por Europës për t'i hapur dyert e ekonomisë, investimeve dhe vendeve të reja të punës, deklaroi Ali Ahmeti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Evropian miraton fondet e reja për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi nga paketa e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Jashtë mbeten Kosova dhe Bosnia-Hercegovina. Shqipëria në këtë paketë do të marrë pagesën për 100 milion eurosh. Bosnia nuk e ka miratuar planin e rritjes dhe agjendën e reformave, ndërkohë që Kosova ishte ndër vendet e para për të cilat komisioni e pati aprovuar një agjendë të tillë në vjeshtën e vitit kaluar, ndërsa pagesat nuk janë të mundura pasi nuk ka institucione që me Bashkimin Evropian do të bënin marrëveshje formale, e ajo marrëveshje do të kalonte me 2/3 me ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtje në disa raste se kjo paketë është e veçantë dhe se ajo ka afat të kufizuar kohë. Mjetet që nuk do të përdoren nga ndonjë vend i rajonit do të shkojnë për ato vende që i përmbushin kushtet. Tirana mirëpret proteste në mbështetje të shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në hak si të akuzuar për krime në lufte dhe krime kundër njerëzimit. Protesta mbarkombëtare do të zhvillohet në orën 17 në sheshin Skënderbej. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, në një konferencë për media tha se në këtë tubim do të mbaj fjalën ish presidenti shqiptar Alfred Mojsiu dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balle deklaroi një ditë më parë se deputetët e mazhorancës do ta mbështesin këtë protestë dhe pritet të jenë pjesë e saj. Partia Demokratike e Shqipërisë ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në tubin. I vetmi që do të marrë pjesë është kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu. Kryebashkiaku i Prishtinës përparim Rama në shkroi një shkresë e cila mundson transport falas për të gjithë veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që do të protestojnë në Tiranë. Krahas asaj, protesta është mbështetur dhe nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa kryeministri Kurti kërkoi që mbështetja për UÇK-n të bëhet në institucione dhe jo në rrugë. Një tjetër protestë është mbajtur në hak më 14 shtator, ku morën pjesë rreth 10.000 shqiptar nga e gjithë bota. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s 3 ditë më parë njoftoi se pritet që 60 autobus të nisen nga qytetet e ndryshme të Kosovës drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë protestë. Gjykata e kushtetuese shqyrtoi kërkesën e presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj për deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Pas gjykimit të kërkesës së presidencës, gjykata kushtetuese sqaroi se në këtë fazë tranzitore do të zbatohet parimi i përtëritjes së pjesshme të përbërjes së tyre. Ky vendim i hap rrugë presidentit të Republikës për të shpallur vakancën për mandatin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Ky parim vjen si rrjedhojë e nevojës për rikthimin e funksionit të rregullit dhe të balancuar të institucionit pas krizës kushtetuese të viteve të fundit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.